nga Leonard Koja në Window Radio Titej. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje, mirë se u gjej dhe mirë se takohemi së bashku këtu në puntatën e radhës në Horizon. Unë jam Leonardi, këtu live nga studio qendrore në Gjermani dhe duke shpresuar dhe duke uruar që t'jeni të gjithë mirë, ne rikthehemi në Horizon. Pra, them rikthehemi sepse ju sikur e dini, emisionet me mua janë ditë e njëjtë, të premte dhe të shtunë. Ditë të tjera janë emisione me kolegët dhe me moderatorët e tjerë, pra siç është emisioni së martës, mikrofoni i hapur nga kolegu në Londër, zoti Gens Paçuku, apo emisioni së mërkurës, ora poetike, ku janë të nderuarit Moza dhe Sandri, si dhe në orën 21 po ditë e mërkurë, që është kolegja, pra zonja Deti Zogu, me emisionin e saj Pa Kufi. Unë do të rikujtoj për të gjithë ju mënyrën se ku mund të na ndiqni, pra sikur ju e dini, pra të gjithë miqt besnik të kësaj radio e din mundësitë se ku mund të ndjekin, por unë ripërsëris për të gjithë ata miq të rinj që janë bashkuar në Window Radio, pra ne ndiqemi përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni dhe informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjellim për ju nga fushat të ndryshme, qoftë politika apo fushat sociale, sport, showbiz e të tjerë, po ashtu mund të dëgjoni edhe muzikën live 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radios. Po ashtu Window Radio është dhe në 2 platformat më të mëdha globale, ku janë pothuajse të gjitha radiot e botës, aty jemi edhe ne si radio shqiptare, pra është platforma Radio Box si dhe TuneIn. Mjafton që ju të shkarkoni njërën nga këto platformat në pajisjet tuaja, qoftë Apple Store, qoftë Play Store, platformat janë pa pagesë dhe këtu ju mund të dëgjoni emisionin live si dhe të dëgjoni muzikën. Po ashtu jemi dhe në platformën Radio Shqip, ku është platforma kryesore e radiove shqiptare dhe këtu e njëjta procedurë, pra mjafton që të shkarkoni këtë platformë dhe mund të na ndiqni në çdo moment. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de, emisionin live e ndiqni dhe në Google. Si dhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de është ku ju mund të komentoni apo mund të dërgoni pyetje të ndryshme për të ftuarit dhe ne në varësi të kohës mund të përzgjellim ndonjë pyetje nga ju. Emisioni do jetë ritransmetim në orën 3 pas mesnatë, në orën e Evropës ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, pra ritransmetimi ndiqet vetëm nëpërmes këtyre platformave, si dhe në shumë platforma të tjera, pra por jo në Facebook, pra ritransmetimi. Emisioni do jetë nesër në YouTube i regjistruar në faqen zyrtare Window Radio hapësirë dhe këtu ju mjafton të bëni një subscribe dhe do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet që ne përcjellim për ju dhe që i kemi në YouTube. Të nderuar miq, unë do kërkoja miqësisht si në çdo emision, ne nuk fitojmë pra nga ana monetare, po qofse edhe ju nuk humbni diçka nga ana monetare, pra do kërkoja që të shpërndani të faqen zyrtare të Facebookut në faqet tuaja apo në grupe të ndryshme ku jeni të antarësuar dhe të vetmin benefit dhe përfitim që kemi të dy palët kemi sepse na shtohen miq të rinj dhe dëgjues të rinj, pra në Window Radio, sepse siç e them unë dhe siç e thonë të gjithë kolegët, Window Radio është vetëm e juaja. Ne duke filluar nga unë si dhe të gjithë bashkëkolegët e mi, ne përpiqemi të jemi shërbëtor të drejtë të juaj dhe të përcjellim emisione apo të kemi mundësi që t'ju shërbejmë sa të mundemi me informacione nga më të ndryshmet, si dhe ftoj të gjithë dëgjuesit, të gjithë ata që kanë dëshirë apo kanë diçka për të promovuar apo duan të thonë një histori të tyre, pra çfarë ju të mendoni mund të na shkruani përmes rrjeteve sociale apo përmes numrit zyrtar të radios dhe ne do përpiqemi t'ju krijojmë hapësirë dhe të jeni në emisionet tona.
Që mos ta zgjas shumë me këtë monologun tim, unë sonde kam një të ftuar të veçantë sepse me të vërtetë do flasim edhe për një temë që na shqetëson të gjithë dhe madje do thosha është tema më aktuale ku ne po e ndjejmë për ditë qoftë edhe frikën, por qoftë edhe problemin që sjell përplasja me Iranin apo lufta në Iran apo lufta në lindjen e mesme, pra që Amerika dhe Izraeli po luftojnë atje dhe kemi vënë re edhe rritjet ekonomike apo karburantet, pra duke filluar një zinxhir problemesh, por friga e të gjithëve është a jemi në prag të një lufte, a kemi hyrë në një luftë, bota është e rrezikuar apo jo, dhe më mirë se për këtë temë, pra sikur ju e keni parë dhe në njoftimin që ne kemi hedhur dhe ka patur vërtet interesim edhe nga ju, që na keni shkruar në rrjetet sociale, pra sot do kam generalin Det Prenga, të cilin e falenderoj përzemërsisht që ai shkëputet nga obligimet e veta apo nga punët e veta dhe është në bashkëbisedim me ne për të kuptuar diçka më tepër se çfarë po ndodh dhe çfarë po ndodh me botën. Pra general Det Prenga është zëvendës shef i shtabit të ushtrisë, ka dhënë kontributin e tij dhe ka qenë edhe pjesë e NATO, pra në po them informacione të ndryshme të NATO-s apo të OSBE-s, apo ka disa grada dhe diploma, qoftë Gjermania, Austria, kudo, si dhe është edhe qytetar deri së fundi dhe i trupojës. Zoti Prenga, faleminderit dhe të falenderoj që më nderon sonde në këtë emision. Mirëmbrëma, përshëndetje dëgjuesve tuaj dhe faleminderit dhe juve për ftesën. Pikësparë si jeni, si është Shqipëria, apo ndihen këto trazira globale dhe atje, pra kush është ajo jeta shoqërore pak a shumë në Shqipëri? Unë do doja për dëgjuesit, për ne, për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, të shprehja familjes së të ndirit Recep Qosja, që është ndarë sot nga jeta dhe është përcjellur për në amshim, ngushëllime miqësisë dhe shoqërisë së tij, pasi profesori, akademiku, dietari dhe dinjetari është dhe do të mbetet gjatë në gjithë shqiptarinë një përfaqësues i jashtëzakonshëm në të gjitha nivelet, jo vetëm të shkencës, të akademisë, por dhe të prezantimit kudo që ka qenë dhe ka marrë pjesë ndërkombëtarisht dhe ka përfaqësuar me dinjitetin më të madh shqiptarinë dhe emri i tij dhe vepra e tij dinjitoze do të jetojnë në shekuj e do të transmetohet në breza. Absolutisht, dhe unë i bashkangjitem këtij ngushëllimi tuaj, sepse me të vërtetë zoti Recep Qosja ka qenë një akademik dhe nuk e di a do i vi tjetër Shqipërisë apo pra populli shqiptar një i tillë, dhe ngushëllime familjes, ngushëllime të gjithë akademikëve, të gjithë miqve, pra i bashkangjitem unë këtij ngushëllimi. Faleminderit zoti Prenga për këtë hyrje dhe për këtë omazh që ju përcollet kundrejt akademikut Recep Qosja. Është obligimi, përgjegjësia dhe detyra e çdo shqiptari që shqiptarët e mëdhenj që nuk i kanë munguar edhe në kohra të vështira dhe besoj e shpresoj shumë që nuk do t'i mungojnë as në të ardhmen, janë ata të cilët na përfaqësojnë në mënyrën më të mirë dhe përqojnë atë çfarë shqiptari ka në identitetin e tij dhe prezantohet me dinjitet ndërkombëtarisht. Për të ardhur tek përgjigjja në lidhje me pyetjen që ju shtruat, Shqipëria si një vend i vogël, natyrisht dhe jo pretendent se jemi të zhvilluar, marr në konsiderat edhe zhvillimet historike që ka kaluar, çdo lloj konflikti, çdo lloj lufte, kudo që ajo të jetë, dhe konkretisht tashmë si ajo e Ukrainës që ka hyrë në vitin e 5, ashtu dhe ajo që ka hyrë në ditët, do thosha në ditën e 55 afërsisht, do thosha që ka
dhe nuk është e mundur që të shkëputet ndikimi i mënyrë të tërthort edhe në vendin tonë, nëpërmjet asaj që është e domosdoshme për sa i përket energjisë, ku çdo gjë është e lidhur me arin e zi, me naftën, me gazin, dhe detyrimisht që ndikimet janë ndjerë drejt për së drejtë në mënyrë të tërthorë, jo vetëm tek çmimet e naftës dhe të karburanteve dhe të produkteve nën produkteve të saj, por edhe të gjitha produktet e tjera të shportës që janë jetike për shqiptarët, dhe kam një bindje që nuk i ka shpëtuar dhe një pjesë e mirë për të mos thënë gati gjithë globi është afektuar nga ky konflikt. Ajo përshikohet gjithkund, edhe këtu në Gjermani dhe kudo në Evropë, në fjalë tashmë shikohen këto probleme. Por para se të shkojmë tek lufta apo tek problemet që ne po na rrethojnë, do të bëj një pyetje. Ju para disa ditësh keni marrë një titull qytetar nderi i Tropojës. Si ndjehet një general me këtë background tuaj në ushtarak, kur një rreth apo unë ndjes për informacion se ndoshta keni edhe tituj të tjerë qytetar nderi në vende në qytete të tjera, por të paktën këtë e kam ndjekur. Si ndjehet një ushtarak kur një rreth e respekton me titullin qytetar nderi? Ndjehet si i vlerësuar, ashtu edhe i obliguar. Është relativisht e vështirë, pasi në këtë lloj situate unë do të isha e vazhdoj të jem e do të jem gjithë jetën deri në frymën e fundit mirënjohës atyre të cilët më kanë propozuar, më kanë mbështetur, nisur nga praktika e punës dhe e kontributit që unë kam dhënë gjatë shërbimit në forcat armatosura, ku një pjesë të karrierës time e kam kaluar edhe në rrethin e Tropojës, duke u marrë kryesisht me ndërtime dhe pse jo pastaj duke qenë nga Tirana kam dhënë atë kontribut që unë kam patur mundësi, duke mos u kursyer në zhvillimin e vendit dhe duke u nisur drejt për së drejti në ndikimin e këtij zhvillimi, kryesisht i përcaktuar sakt për rrethin e Tropojës, për unazën e Alpeve, që lidhet Tropojën dhe bjeshket e Tropojës me pjesën tjetër që është jashtë kufirit, duke gjinit Malësisë Madhe, të plavës së Gucisë, edhe të Malësisë Madhe, po kryesisht të plavës së Gucisë, dhe kjo është absolutisht një përpjekje e shtetit shqiptar, kur unë kam patur fatin të kontriboj modestisht, do thosha, për këtë zhvillim, dhe që i ka ndikuar dhe do të ndikoj jo vetëm Tropojës e qytetarëve të saj, por edhe qytetarëve të plavës së Gucisë dhe jo vetëm edhe të Malësisë së Shkodrës, por edhe pjesës së tjetër të shqiptarëve dhe jo vetëm shqiptarëve që do të kenë mundësinë për të vizituar këto perla të vendit tonë që kanë qenë dhe pa rrugë është tepër e vështirë për të realizuar, për të bërë të mundur që të kenë akses të gjithë shqiptarët dhe të huaj turistët këto vlera të jashtëzakonshme dhe të pazëvendësueshme të vendit tonë. Është vërtet mirënjohje për gjithçka çfarë ju keni dhënë dhe çfarë ju jepni, pa dashur sepse nuk duhet ta bëj bisedë politike, po themi okay se pa marrësi pa politikë nuk rrim dot, por vërtet janë Alpet bukura, vërtet veriu ka vende fantastike, ka bjeshket, fushën, lumin, ndetin, liçenin, pra veriu është një perl në vete. Por kjo pakete e maleve general sikure ka trëm dhe sikure ka tollovit pak edhe pjesën e malësorëve të këtyre Alpeve. Keni të drejtë. Është realisht unë pa patur e pa marrë përsipër për të bërë ekspertin, pasi nuk jam jurist por unë si çdo qytetar shqiptar që jetoj këtu dhe të gjithë qytetar shqiptar që për një jetë më të mirë është detyruar dhe obliguar për ta lënë vendlindjen, fatkeqësisht ligji i parë
i cili do të vazhdoj gjatë të ndikoj tek pjesa sociale e shqiptarëve është ligji famkeq 7501 Absolutisht. dhe në vazhdim të këtij ligji, për fatin ton jo të mirë, është hedhur një vendim Këshillit të Ministrave i ashtu quajtur paketa e maleve, që në një mënyrë apo në një tjetër, me të drejtë, jo vetëm i trem, por mundet që t'i fus edhe në konflikt pa rrugdalje nëse do të zbatohet, pasi 7501 ju mori tokën pronarve, ju mori pasurinë pronarve dhe ja u andau të tjerëve, kurse paketa e maleve kërkon të bëjë të kundërtën. Absolutisht. Ju marr pronën dhe pasurinë të tjerëve dhe t'ja fal njerit, sepse me investitor strategjik mbështetur në ligjin e famshëm dhe jo në shërbim të qytetarëve, ai ka të drejtë t'ja jap në përdorim me 1 euro për 33 vite ose për 99 vite, por për fat të keq, pas 20 vitesh në përdorim, ai ka të drejtën, ky që e merr në përdorim, cili do qoftë, shtetas vendas ose i huaj, të aplikoj për të bërë me certifikat pronësie. Dhe kjo do të sjell zhbërjen e pronës që ju, unë dhe gjithë shqiptarët e kanë trashëguar brez pas brezi, dhe është derdhur shumë djers, është derdhur shumë financa, mbase në një herë është derdhur dhe gjak për të siguruar këtë pronë, dhe sot me, si mund të themi, pangopsin klasa politike, për fat të keq, si majtas ashtu dhe djathas, unë nuk kam në një ndasni në këmes, janë duke vepruar në kundërshtim me atë çfarë Shqipërinë dhe shqiptarët i kanë mbajtë dhe do të mbajë gjallë. Familja dhe shoqëria. 2 kolona shumë të rëndësishme që në çdo lloj sistemi, cili do qoftë ai i përparshmi, ky i sotmi apo një hibrid që do të vijë më vonë, nuk mund të qëndrojë në këmbë pa njohur e respektuar këta të 2 element që përbëjnë, pra qeliza kryesore që është familja dhe pas saj e mbi të mbështetet shoqëria. Absolutisht, nuk diskutohet. Kështu që unë e konsideroj uroj të mos zbatohet, sepse edhe 7501, ata të cilët na dëgjojnë dhe kanë informacion, por edhe marrin informacion nga njerëzit e tyre që kanë në Shqipëri, në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, 7501 nuk është zbatuar. Pra e them me të madhe se cili ka vajtur në pronën që ka trashëguar nga të parët e tij. Pra do të thotë që një ligj që nuk zbatohet, që nuk kthehet në efektshmëri, atëherë është i destinuar të dështoj dhe do thosha ka dështuar me sukses. Më thënë të drejtën general, çudi mbas çudie, probleme mbas problemesh, një qeveri totalisht e korruptuar, jo se e themi ne, po të paktën ata çfarë lexojmë dhe çfarë po ndodh me spakun, pra po themi një qeveri e tërë, po ta marrim në atë tërsinë e vet, është në hetim. Një opozit mua më duket shumë inekzistente për atë çfarë duhet të jetë. Një problem i pronave pasi lindi tani paketa e maleve duke patur parasysh popullizimin që ka ndodhur me Shqipërinë. Pra një vazhd pafund me problemesh, por unë vazhdimisht kërkoj nga diaspora, sidomos njerëzve të zgjuar të diasporës, intelektualëve të diasporës, mendoj që i ka ardhur koha që diaspora duhet të marrë fatet e veta, pse jo dhe fatet e vendit në dorë, pra të organizohet, të ndërtojë një presion politik, ligjor, ekonomik, pra jo të rrije përçara, po të rrije vëzhguese nga larg, sepse nëse themi janë mbi 1,5 milion shqiptar jashtë, pastaj këta 1,5 milion shqiptar nese pas nese ndoshta ngelin edhe
pa prona apo qoftë larg edhe të hyjmë konflikt njëri me tjetrin. Unë do thosha që jemi relativisht afër, kanë kaluar vetëm ca ditë nga takimi i 4 i diasporës në Shqipëri, organizuar nga qeveria me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare. E kam ndjekur si në takimin kryesor ashtu dhe në grupet e punës që u organizuan, dhe vetmja gjë për të shënuar ka qenë fjala e një zonje nga që jetonte e punonte në Itali, e cila ju drejtu duke i thënë, ju keni mbyllur, na keni mbyllur dyert pjesës së përgatitur, pjesës intelektuale të shqiptarëve që me sakrifica dhe shumë përpjekje kanë arritë të kualifikohen jashtë vendit të tyre. Kjo flet qartë për fatin ton të keq të shqiptarëve që klasa politike e qeverisëse nga 92 deri ditën e sotme nuk ka menduar për asnjë çast për qytetarët e vet, e aq më keq për qytetarët që i ka në emigracion, për të lënë e për të krijuar hapësirat e nevojshme për të dhënë kontributin e tyre. Pra, diaspora na duhet ne, në veçanti qeverisë, për remitancat e shumta që dërgon në Shqipëri, por nuk na duhet për të bërë pjesë e qeverisjes, për të bërë pjesë e kontributeve në përputhje me aftësitë dhe kapacitetet, në përputhje me meritokracinë. Fatkeqësisht, pjesa e meritokracisë nuk s'ka zënë vend në këto kohë prej 35 vitesh, as në kohën kur qeverisë ky vend nga e djathta, as tani nga e majta. Dhe kjo është një nga faktorët që po i përzë të rinjtë e trejat e Shqipërisë çdo ditë për një jetë më të mirë, por kryesisht për pamundësinë që shteti shqiptar u krijon atyre që janë të aftë për të zënë e për të dhënë kontributin. Vetëm vlerësohen ata të cilët për fat keq është bërë si moto kur pyeten 33-at në Shqipëri, intervistohen edhe japin mendimin e pa censuruar, çfarë do bësh në jetë, cilë janë synimet tuaja, pjesa më e madhe thonë, bit 50% thonë që do bëhemi politikan. Pse? Sepse vetëm aty e shohin që mund të përfitojnë jo sipas aftësive e meritës, por mund të përfitojnë në mënyrë të padrejtë për të pasuruar shpejt, siç praktika 35 vjeçare në Shqipëri ka treguar, dhe të gjithë emigrantët e dinë mirë se çfarë heqin e si e fitojnë të ardhurat e tyre, dhe si kolegët e tyre, bashkëmoshatarët e tyre, ndoshta edhe të paarsimuar si ata, si pasurohen në Shqipëri duke patur e mbajtur funksione shtetërore. Shteti vrapon për të miratuar ligje për të hequr të drejtën e pronës qytetarit, por nuk kujtohet asnjëherë për të miratuar një ligj me 3 deri në 4 nene që do të ishte ai vendimtari për të minimizuar efektet negative të korrupsionit. Sepse unë nuk jam aq naiv sa të mos besoj që korrupsioni ka qenë, është, do të jetë pjesë që do ta shoqërojë qytetarin në çdo cep të botës nga momenti kur vjen dhe deri kur t'i ka kjo botë. Por jo në këtë përqindje të lartë. Jo kaq galopan dhe kaq hapur. Kjo është hapur më gjenerale. Kjo është korrupsion i hapur. Ne pastaj po të marrim vetëm një gjë, po t'i referohemi, që shporta e mallrave jetike për qytetarin në Republikën e Shqipërisë tatohet dhe i merr 20% nga buka, nga veza, nga djathi, nga kripa, nga këto që janë vaj, nga këto që janë më domosdoshme. I merr 20% të VSH shteti, dhe me një të ardhur që pjesa më e madhe që këtë vit parashikohet shkojnë 800.000 pensionistë, pra gati gjysma e popullsisë, i merr të VSH dhe nuk ma përgjegjësi se ku këtë VSH e shpenzon. Unë do të sjellja një shembull për të gjithë shqiptarët që është shumë domethënë. Në qoftë se Republika e Kosovës
në shkurt të këtij viti me 17 ka festuar 18 vjetorin e pavarësisë, Shqipëria ka festuar vitin që kaloi në nëntor 113 vjetorin e pavarësisë. Por krahasimet janë shumë të larta për sa i përket funksionimit dhe shtetformimit. E kjo ndryshon jo vetëm nga ata liderët politik e qeveritarët, por ndryshon edhe tek mentaliteti i qytetarit. Ata jo se janë më të zgjuar e them me bindje, jemi një lloj, se jemi një gen, kemi një ADN, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë. Por ata, bota i ka mësuar dhe eksperienca i ka mësuar që të reagojnë dhe të veprojnë e të solidarizohen për hallet dhe problematikat e tyre, dhe jo të ngelen pas gjithshmërisht lidhur me politikën dhe klasën politike. Klasa politike ka vërtetuar për më së 35 vjet Shqipëri që nuk është ajo që të donim, se Zoti e ka bekuar Shqipërinë me pasuri, por ne nuk kemi ditur të zgjedhim ata të cilët duhet na drejtojnë. Pra kemi zgjedhur apo kemi votuar apo jemi shitur apo jemi manipuluar, të gjitha një qëllim kanë realizuar për të vënë të paaftin në krye. Dhe i paafti detyrimisht që do mendoj vetëm për veten e tij. Dhe unë vi ajo pika, Parlamenti shqiptar, që është institucion ligjvënës, dikush ta propozoi dhe ata ta miratojnë një ligj me 4 pika. Së pari, deklarimi i të gjithë nga sekretari i shtetit, sekretari i përgjithshëm i shtetit, një ministrie, e deri tek kryeministri, presidenti, të gjithë që kanë qenë në detyra të tilla të larta, të deklarojnë në mënyrë vullnetare pasuritë që kanë. Neni 2 të jetë të verifikohet deklarimi i pasurive dhe neni 3 të realizohet konfiskimi i komplet pasurive që janë vënë në mënyrë të pa justifikuar në raport me të ardhurat që kanë patur, të ardhurat e deklaruara. Sot, teknologjia ka bërë të mundur që secili i dihet dhe i kontrollohet se kush janë të ardhurat, kush janë shpenzimet dhe çfarë ka nëpër banka. Dhe nga e ka siguruar, në qoftë se një shqiptari që vjen e bën mbi 10.000 euro, ti i kërkon llogari, se nga i ke siguruar dhe ndjek me detaje, pse të mos jap llogari ministri, kryeministri, presidenti. Kështu i bie që tre çareku i këtyre general po thuash të kancelohen fare, të lyshen fare nga jeta politike, sepse gjithë këta i ke miliardera. Jeta politike, se Shqipëria, më fal, letikin nga jeta politike se është e vetmja rrugë, mendoj unë, që do të ketë e do të minimizohen efektet negative të korrupsionit. Unë jam dakord që t'ikin, por problemi për atë punë nuk e bëjnë këta, sepse këta kanë bërë si çiflik të vetin, sepse ne po shohim edhe vetingun që u bë për drejtësinë, i hoqi nga gjyqtar të korruptuar dhe milionera, dhe ata sërish janë në sistem të drejtësisë, sepse janë bërë avokatën. Pra nuk u konfiskua askuj pasuria, pavarësisht se u hoq nga gjyqtar, nga prokuror, nga roli që kanë patur. Atëherë ngjelet varianti tjetër që populli me rrugë demokratike të gjejë rrugdaljet për problematikat e veta. Pra të reagojnë, nëse qytetari nuk reagon për padrejtësitë që i bëhen, atëherë vim ke pjesa e dytë që thotë çdo vend meriton udhëheqësit që ka. Absolutisht, dhe madje ndaj bëj shpesh thirrje diasporës, që diaspora duhet të organizohet, pse jo të shoh veten në një lëvizje politike, pra diaspora duhet të marrë fatet e vendit në dorë, sepse nëse çdo popull ndryshon qeverinë që ka në general, më duket se fatkeqësisht është një projekt tjetër në Shqipëri që qeveria apo politika shqiptare të ndryshoj popullin që ka. Sepse gjithë ky emigracion, gjithë ky shpopullizim, si jemi kundra ardhjes së migrantëve në Shqipëri, sepse edhe ne vetë emigrant jemi, por të kemi kaq shumë largime dhe të vinë të tjerë në vendin tonë, kjo më duket se është një projekcion i mirë llogaritur ndër gjithë këto vite. Mundet të jemi
edhe të ndikuar se nuk I shpëtojmë dot as ne shërbimeve të huaja, të fshehta dhe qëllimeve ogurzeza të vendeve të tjera. Ata punojnë për vendin e tyre dhe unë nuk ju kërkoj llogari atyre, por ne duhet punojmë për vendin tonë. Nëse nuk punojmë për vendin tonë, atëherë I kemi bërë nder se kemi zbatuar projektet ogurzeza të kahershme të tyre për të shbërë Shqipërinë e shqiptarët. Shqipëria e shqiptarët nuk janë asimiluar atëherë kur kanë qenë edhe më keq se sot dhe nuk duhet ta lejojmë një mënyrë të tillë asimilimi kur tani jemi edhe më të arsimuar, jemi të parë tanë rilindasit e të gjithë që kanë kaluar, kanë luftuar, janë përpjekur, kanë shkrirë energjinë, kanë shkrirë pasurinë, kanë flijuar dhe jetën dhe kanë lënë amanet këtë vend. Ne e kemi detyrë që në një mënyrë apo në një tjetër, se I cili të kontribojë. Por ajo që thatë juve, unë jam me atë absolutisht që diaspora nuk ka pse të bëhet pjesë e qeverisë vetëm për interesat e qeverisë, cila do qoftë qeveria. Nëse do të bëhet pjesë e qeverisë, atëherë ajo I ka rënë vlera. Vetëm lojtare, por jo aktore. Do të ngjiret vegël e përdorur në mënyrë më të keqe të mundshme. Absolutisht. General, bëm këtë hyrje sepse nuk I shmangemi dot dhe ne në diasporë shikojmë ndoshta edhe pak më gjaktësi apo pak më ndryshe dhe lëvizjet atje dhe ndaj bëra këtë hyrje të kërkoj ndjes, por unë duhet të përcjell edhe një përshëndetje nga kolegu im, nga moderatori I Windows Radio, I cili është në studio në Londër, zoti Gec Paçuku të përshëndet dhe thot ma përshëndet generalin përzemërsisht dhe thot faleminderit general që pranove të jesh në bisedë me ne sot. Faleminderit juve, unë ndjej detyrim, obligim, përgjegjësi e përgjegjshmëri si një qytetar I këtij vendi që t'jap sadopak e modestisht kontributin tim. Avokat, ndjes. General, sepse po lexoja diçka që kishte shkruar një miku im, avokat të kërkoj ndjes. General, duke patur parasysh që bota ka hyrë në një lojë të madhe duket. Njerëzimi është në një lojë të madhe. Dhe dëgjojmë çfarë nuk dëgjojmë, çfarë nuk lexojmë edhe nga organet mediat e huaja apo shumë deklarata shpeshherë dhe kontradiktore, duke patur parasysh përvojën tuaj. Sot kemi hyrë në luftën e tretë botërore dhe Amerika dhe Irani është një përplasje luftë thjesht për të hequr ato armët bërthamore që thuhet se I ka Irani, apo është një përplasje nervash, apo është një ndryshim I rendit të ri global që flitet. Kush është këndvështrimi juaj? Ku jemi? Ku është bota sot? Unë në këtë moment më kujtuan fjalët që kthej përgjigje kur e pyetën një nga papët më të mëdhenj më reformator, Papa Francesco, e pyetën lufta e tretë kur do filloj. Edhe ai u tha, lufta e tretë ka filluar. Pra, për fat të keq, luftrat janë ajo që ka përcaktuar Clausewitz, që ka thënë janë vazhdimi I politikës me mjetet të tjera. Kur politika dhe lojrat që bëhen me te nuk arrin qëllimet për të cilat ata luftojnë dhe I vënë vetes në mënyra të ndryshme, pak të trashëguar e pastaj edhe e veshur dhe e kamufluar, atëherë shikohen e përdoret pjesa ushtarake e realizimit të politikës dhe të qëllimeve të saj me mjetet e tjera që është për fatin ton jo të mirë luftrat. Natyrisht që luftrat bashkë shoqërinë ose bashkëjetojnë me shoqërinë. Në çdo kohë e në çdo hap përgatiten për një gjë të tillë, aq sa edhe sot në kohë moderne themi përgatitemi për luftë për të shërbyer paqes. Unë nuk duhet vi këtë deklaratat e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trumpi që thot ne e duam paqen por nëpërmjet forcës.
Shpeshherë edhe ai ka qenë shumë kontradiktor me fjalë me këto deklarata, me këto Po ka sjelljet e qenë tij. kontradiktor, por duam s'duam ne, ai është president i një shteti që për shumë kohë ka qenë, është dhe do të jetë, si mund themi, maja e kontrollit dhe e ndikimit në një pjesë të madhe të botës. Në këto kushte, detyrimisht që edhe pjesa tjetër e botës nuk është se flegjum, janë zgjuar dhe Kina dhe Rusia e vetmja që unë e shoh si të mirë në aspektin e asaj çfarë ka ndodhur në lindjen e mesme është se pas luftës së dytë botërore, Evropa me atë kohezionin e dobët ose që i mungon, është zgjuar përfundimisht nga gjumi letargjik. Dhe të paktën duke marrë si shtete veçmas nga njëra tjetra, jo si Union i Bashkimit Evropian, as si NATO, alianca më e madhe politike ushtarake, por si shtetën vete kanë filluar realisht të mendojnë për çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe kanë filluar të ndajnë e të mendojnë për buxhete të shtuara, të rritura në mënyrë eksponenciale për modernizimin e forcave të armatosura dhe për ndryshimin ose rikonfigurimin e forcave të armatosura si aktive flas gjithmonë, edhe ato rezerviste po aktive, si e vetmja mënyrë për të reaguar ndaj çdo sulmi të mundshëm për të ruajtur ato çfarë kushtetutat e çdo republike përcaktojnë si nen të parë. Sidomos Gjermania ka ecë shumë në këtë drejtim general, sepse që nga mi fjalë të gjithë të rinj meshkuj të moshës të vitit 2008 e këtej mi fjalë nga viti 2008 duhet të plotësojnë formularin e vullnetar për ushtri, ka dhënë rregull që çdo i ditëlindjes 2008 nëse do largohet 3 muaj nga Gjermania duhet të marrë leje nga ushtria, pra po themi, pra ka filluar të lëviz fuqishëm për vetëm edhe buxhetit jashtëzakonshëm që ka parashikuar. Unë e shoh si domosdoshmëri në kuadrin e situatës globale të sigurisë, të zhvillimeve dhe ndikimeve drejt për së drejti tek çdo vend. Askush nuk mund të themi e asnjë vend nuk mund të themi se është imun dhe i sigurt kudo që të ndodhet, sepse siguria nuk është vetëm ajo fizike. Ka shumë elemente të tjerë që ne në 24 orë të ditës na shoqërojnë dhe na duan, por disa gjëra për fat të keq ne i vlerësojmë atëherë kur na mungojnë. Si kemi shumë problematika për të cilat qeverit duhet të jenë të përgjegjshme dhe është përgjegjësia e tyre për t'u përgjigjur e për t'u shërbyer qytetarëve të vet, sepse në sistemin që ne jemi futur tashmë, do thosha qeverit janë nocion dhe mbahen me taksat e qytetarëve, por me këto taksa që marrin duhet të justifikojnë dhe një pjesë të mirë tyre duhet i kthejnë në shërbime ndaj qytetarëve. Nëse nuk i kthen, atëherë ti nuk e meriton besimin, kushdo që është i zgjedhur apo i emëruar, nuk e meriton besimin e qytetarit. Kështu që parë nga ky këndvështrimi, të gjithë duhet të kthejmë vëmendjen ata që kanë detyrimin ligjor së pari, strukturat dhe institucionet shtetërore, duhet të kthejnë vëmendjen seriozisht nga dokumentet strategjike të çdo vendi, që i pari është strategjia e sigurisë kombëtare e në vazhdim të saj vazhdojnë të tjerat, për të parë se kush janë kërcënimet dhe si ne kemi organizuar strukturat për të reaguar kur mos ndodh, po në raste të mundshme, pa përjashtuar efektshmërinë dhe ndikimin në lidhjen e drejtë për drejtë. Sa jemi afër general për të ndodhur ajo gjë më e madhe? Është e vështirë për të thënë dhe për të përcaktuar, por si mund të themi tash bota duket sikur po shkon drejt jo
polarizimit të dy superfuqive, po shkon drejt, si më themi, bipolarizimit, duke patur më shumë qendra, por që rreziku asnjëherë edhe i kërcënimit nuk zhduket për sa kohë vendet të majnë gjallë ekspansionin 1, luftrat 2 dhe atë të cilën është quajtur prej kohësh që kur e ka shoqëruar njerëzimin, që kur ka lindur, është krijuar e do të vazhdoj ta shoqëroj, se shpesh vendimet merren nga të fuqishmit dhe të mëdhenj vendosin për të vegjëlit. Absolutisht, patjetër. General, kush është mendimi jot? E tërhoqi Izraeli Amerikën drejt kësaj përplasje? A ishte një koordinim apo një mendim i Amerikës, apo Amerika e ka humbur atë turuan, po themi, dhe ka ngel brenda kësaj lufte? Kësaj përplasje. Unë besoj që situata në lindjen e mesme... Duke patur parasysh shumë deklarata dhe Trumpin, shumë deklarata shpeshherë kontradiktore, jo paqe, jo armpushim, jo tani do e shuaj, jo tani do e fal. Janë shumë kontradiktore deklaratat e tija. Unë mendoj që situata në lindjen e mesme, në veçanti mes Iranit dhe Izraelit, ka qenë, është dhe do të mbetet mjaft e komplikuar dhe delikate. Pasi që në momentin e vendosjes në vitin 1948 të Izraelit, në atë rajon, aty në atë vit, brenda atij viti ka shpërthyer lufta e parë arabo-izraelite. Ka vazhdu pastaj her pas here lufta për plasje, dhe Izraeli pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka të vështirë për të mos thënë ndoshta të pamundur ekzistencën e tij. Kështu që në këtë kushte, nëpërmjet lobit izraelit dhe ndikimit të tyre në të gjithë nivelin e pushtetit në Amerikë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka ndikuar, vazhdon të ndikoj tani, edhe njëjta gjë do të ndodh edhe në të ardhmen. Kështu që jam i bindur, dhe fakti më i mirë është letra e hapur që ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës për 2 mandate, Bill Clinton, i drejtoi qytetarëve amerikanë për mënyrën e marrjes vendimit, për rrisjet dhe rreziqet, për presionin izraelit, dhe me këtë duhet të them që të gjithë presidentët e Shtetit Bashkuar të Amerikës këtë presion e kanë patur, e kanë vështirë për të shpëtuar këtij presioni që Amerika të përfshihet dhe të mbështesë Izraelin në arritjen e objektivave të saj. Dhe detyrimisht që ky ishte momenti, sepse edhe Irani e ka ditë dhe është përgatitur fuqishëm dhe është mbështetur jashtëzakonisht shumë në mënyrë dukshme të padukshme Rusia dhe në veçanti Kina, sepse dinin dhe ata se do të vinte një ditë e tillë, e datës 28 shkurt, por ndoshta nuk dinin vetëm datën dhe orën se kur do të fillonte ky sulm. Gjendur në këto kushte, jam i bindur që Irani, referuar edhe historisë në të shkuarën, janë persët e dikurshëm. Dhe detyrimisht që ai nuk është i lehtë për të kapërdir nga ana e sulmeve cilat do qofshin këto. Marrë në konsideratë përgatitjet dhe fuqim. Shiko, si thush, morën shumë të lehtëshëm Iranin? Nuk besoj se e kanë marrë të lehtë, sepse shërbimet e fshehta, edhe CIA, edhe ai Izraelit, Mossad, kanë binin që kanë patur informacion, ndoshta jo informacionin e duhur 100%, sepse elementet
siç janë maskimi e mashtrimi për kundërshtarin, është atë sidomos atë që mbrohet, është një lloj si elementi i fshehtësisë së fillimit të luftës që favorizon atë që sulmon. Por këto janë element të përkohshëm që i shërbejnë njërës palë apo palës tjetër. Detyrimisht që Irani ka zhvilluar me kujdesin më të madh elementet e mbrojtjes dhe të kundër veprimit, kryesisht mbështetur tek raketat balistike dhe dron. Dhe duke vendosur në sisteme tunelizimi, pjesë e mirë e tyre janë dhe sot e kësaj dite, do thosha për dronët, sepse dronët e prodhohen, brenda 24 orë ata prodhojnë. Po janë vendi para ata. Kështu që kanë qenë të suksesshëm aty. Dhe jam i bindur që marrë në konsiderat edhe situatën e brendshme, marrë dhe numrin e popullsisë, marrë dhe territorin dhe pozitën geostrategjike, marrë dhe në konsiderat dhe pasurit që nga ne lëvizin e furnizohet rreth 20% e nevojave në shkallë botërore me naftë e gaz. Të gjitha këto janë element të cilit do udhëheqës do ta kishte të vështirë të firmoste një vendim të tillë, por Trumpi e ka marrë dhe jam i bindur që dalja prej tij është relativisht e komplikuar dhe ka shumë element të paparashikueshmërisë. Kështu që në këto kushte unë do të uroja dhe shpresoja që ata të ulen në tavolinën e bisedimeve për nënshkruar e për ta finalizuar me një marrëveshje, besoj unë të përkohshme, pra të përkohshme flas me afat kohë 5 ose 10 vjet, sepse pas kësaj periudhe në qoftë se situata diplomatike nuk do të jetë e favorshme, rrezikohet përsëri të vihet në këtë pikë. Shiko, si e shikon general Kinën dhe Rusinë në këtë mes, duke patur parasysh që Rusia është një përplasje akoma me Ukrainën dhe sikur ka ngel si në hije kjo, sikur u harrua lufta e Ukrainës, duke patur parasysh Tajvanin atje që është me Kinën, pra plus marrëdhënie që ka Irani me Rusinë, me Kinën, si e shikoni këtë përplasje, Amerikën në këtë mes? Është në një sanduiç Amerika? Unë shikoj që të dy palët në konflikt, nesër pas nesër apo kurdo që të vendoset të nënshkruhet marrëveshja, do të trumbetojnë secili për veten e tij fitore. Kurse ata realisht të fituar janë Rusia 1, së pari përheqjen e sanksioneve për shitjen e naftës dhe përheqjen e vëmendjes së ndërkombëtarëve nga lufta në Ukrainë, dhe së dyti dhe i fituri më i madh mendoj që është do jetë Kina. Për aspektin e shkëputjes së vëmendjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës nga Tajvani, dhe lirimit në një farë mënyre pa dashje të hapësirave për të vepruar Kina. Kështu që marrë parë në këtë këndvështrimi, unë do thosha që këta të dy janë të fituarit e mëdhenj. Kurse të humburët, tash jam i bindur që ata do ta trumbetojnë të dy palët si fitore, janë Irani, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket reputacionit ndërkombëtar, një, besimit që vendet e lindjes së mesme kanë patur ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për sa kohë nuk arriti dot t'i mbroj nga goditjet e Iranit, nuk është më ai besim që kanë patur shumica e vendeve të lindjes së mesme. Dhe kjo është relativisht e dëmshme për të sotmen edhe për të ardhmen. Kjo ka qenë një nga arsyet
se ky besim është lëkundur, që nuk kanë reaguar ndaj Iranit me gjithë se janë goditur nga Irani, siç është Arabia Saudite, Katari. apo Emiratet e Bashkuara, apo Katari, apo Kuwait. Janë shumë vende që janë goditur realisht. Absolutisht. Dhe ata janë treguar shumë të duruar, sepse kanë menduar perspektiven dhe të ardhmen, pasi aty Perëndia i ka vendosur dhe i ka dënuar të bashkëjetojnë në gjithë në kufi me njëri tjetrin. Dhe detyrimisht që sa do t'i mbrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky konflikt tregoi që pavarësisht vendosjes së bazave dhe mbajtjen mirë të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i arriti dot t'i mbrojë. Shiko, për të ndoshta asaj diplomacisë që mund të themi në media, a është Izraeli shtrumullari i gjithë kësaj përplasje, gjithë këtij problemi? Po duam s'duam ne nuk e shmangim dot, sepse kemi parasysh genocidin në Gaza që u bë, kemi parasysh, përveç se që në 48-ën përplasje vazhdimisht, por po marrim vetëm këto të fundit. Edhe kur u arrit një farë armë pushimi, Izraeli vazhdoi të sulmonte Libanin. Pra, është Izraeli ajo që pe fut Amerikën, ndoshta dhe pa dashje, ndoshta, Amerika ngeli brenda. Pa atë qëllimin kryesor. Nuk besoj, sepse unë besoj të kjo pjesa tjetër që Izraeli ka qenë është dhe do tjetë problematik për sa kohë njëri tjetër ata nuk e njohin dhe njëra pala tjetër bëjnë deklaratat deri dhe në shurjen ose zhduken nga harta e botës. Detyrimisht që ata do t'jenë, kanë qenë, janë dhe do t'jenë më dole këtu. Një deklaratë të tilla ka bërë Trumpi. Kjo është deklaratë për genocid, sepse nuk mund thuash, po shoh një deklaratë ka qenë deklaratë shumë e ashpër aty që ne do të zhdukem nga faqja e dhëut, po të thuash zhdukem nga faqja e dhëut. Po përgjithsisht politikanët nuk është genocidi merret edhe nesër nëse shpallet kur ka fakte. E para, e dyta, politikanët përgjithsisht nuk marrin përgjegjësi për ato që thonë. Por unë mendoj që do t'ja kishin kursyer vetës këto lloj deklaratash, sepse as qytetrimi e as një komb nuk mund të zhduket e të kthehet në epokën e gurit. As nuk mund të zhduket historia, sepse historia e një kombi është e përhapur në të gjithë botën dhe edhe nëse ti fizikisht mund një vend, një rajon, një zonë ta shuash, por nuk mund shuhet as historia e as e shkuara e këtij vendi. Kështu që këto janë deklarata më shumë bombastike për konsum një dhe për të demotivuar e për të inkurajuar pjesën e ekipit tonë dhe për të dekurajuar e demotivuar palën tjetër, sepse jo të gjithë kanë të njëjtin standard për të vlerësuar e për të reaguar ndaj deklaratave. Kështu që po ta shikosh në aspektin formal, do thosha që janë deklarata që unë do thosha duhet ja kishte kursyer vetës, sepse presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk mundet ose nuk do ishte mirë që të bënte deklarata të cilat bien në kontradiksion me njëra tjetrën dhe ndoshta në një kohë relativisht të shkurtër shumë bien edhe në kundërshtim të plot me njëra tjetrën, sa as vet ai që i bën nuk e beson që janë deklaratat e tija. Këto ndodhin për fat të keq nga një herë. General, kemi dy njerëz, pra mbas Trumpit ose baraz me Trumpin, po kemi dy njerëz që sot po themi janë më të poshtetshmit. Pra, kemi Putinin që shumë shtete e kanë shpallë si kriminal lufte, apo e kanë shpallë në kërkim që po ashtu do e arrestojnë, po ashtu kemi edhe Netanyahu në Izrael dhe Trumpi në mes këtyre të dyve. Po flasim Trumpi, tani, thamë Kina
ka ato benefitet e veta, përfitimit të aksioneve të veta, por me këta të tre, si shikoni gjuhën e përbashkët? Do jetë Trumpi ai që do lëshoj më shumë, apo do jetë Netanyahu që do lëshoj më shumë? Sepse mendoj që në të mes Putini është më i fituar. Unë mendoj që pas përfundimit të konflikteve vendosjes së marrëveshjes, kam bindjen, duke marrë në konsiderat dhe situatën e brendshme që ka patur para se të fillote konflikti Netanyahu, kam bindjen që ai do ike mbyll misionin e tij në politik. Do largohet, do bjerë edhe, besoj unë që do bjerë edhe qeveria. Po Trumpi duhet të reagojë shpejt, sepse në dorë ka zgjedhjet e Kongresit. Kurse pjesa e Putinit besoj që në të distancuar, por që kanë ditë të merren vesh me njëri tjetrin dhe ata do të mbjetojnë të dy. Pra, edhe Trumpi, edhe Putini. Putini do të mbjetojë edhe do jetë gjatë, kurse Trumpi do ta vendose zgjedhjet e nëntorit. A do të vazhdojë të jetë president se pas zgjedhjeve nëntorit, nëse humbet 2 nivelet e dhomave, atëherë ai është thjesht dhe vetëm mund të kemi edhe për herë të parë ndoshta në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe iniciativën për të shkarkuar, por edhe mund ta mbyll mandat. Evropën, ku e shihni Evropën në general? Evropa sikur ka mbajt një rol neutral për hir të mos atij organizimit apo për mos asaj fuqisë, për hir të deklaratave shpesh ndoshta dhe të pakontrolluara të Trumpit me Evropën, që ai krijoi që kur erdhi ato përplasjet me shtetet evropiane. Pra, ku e shikon Evropën në këtë mes? Unë Evropën e shikoj... Evropa është më e prekura, mendoj, sepse Evropa është... Evropën e shikoj në vendin, në rolin dhe në perspektivin që i takon. Pra, jo jashtë kontinentit, po brenda kontinentit, për të justifikuar plotësisht rolin dhe misionin që ka. Deri tani, do thosha, nuk ja ka dalë mban dhe suksesshëm për të funksionuar si kontinent pa paterica dhe me një kohezion të brendshëm. Kjo është edhe fal reminiscencave të së kaluarës, që kanë përfunduar me luftra e me konflikte, dhe, si mund të themi, rënjës në një farë qetësie për sa i përket ndikimit amerikan nëpërmjet NATO-s, dhe kjo ka qenë elementi i sigurisë që Evropa përgjithsisht ka përfituar dhe ka lënë jashtë dore në harres elementet dhe zhvillimin e përgatitjen e këtyre elementeve për sigurinë e vetë pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që kam bindjen që tashi kanë filluar të zgjohen dhe të rikthehen në realitet, por do doj kohë për arsye të financave, për mungesë së mbështetjes financiare, për arsye të kohezionit që Evropës i mungon, dhe për arsye të leadershipit që e kanë relativisht të vështirë për të zgjedhur atë të duhurin, sepse të paktën kemi 3 të përvijuara shtete, edhe i 4-ti Italia, që kanë ndërmarrë vizita edhe në linjën e mesme, edhe në vendet të tjera, dhe kjo bëhet për të shfaqur dhe për të fituar pikë që unë duhet të jem lider. Bie fjala Mbretëria e Bashkuar, kryeministri, Franca presidenti, kancelari i Gjermanisë apo kryeministra e Italisë. Të gjithë kanë një ambicie në këtë mes dhe kjo është sa e mirë, por edhe më trem se Evropa do ta ketë relativisht të vështirë për të patur një lider të fuqishëm dhe këtë tjerët
për të qenë, si të themi, bindës në respektin që duhet të kenë ndaj këtij lideri, kushdo që të jetë. Evropa ka dhe një ndryshim të madh me Amerikën, duke patur parasysh janë popull të ndryshëm, kanë histori të ndryshme dhe ndoshta kjo është edhe pak edhe më e vështirë në Evropë të bëhet ajo deri ku gati si e njësimi i një lideri të përgjithshëm evropian dhe tashmë më duket se i ka rënë dhe vlera atij Bashkimit Evropian, se sigurisht se këtë ju kancelarin, presidentin e Francës, kryeministri i Italisë, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, po veprojnë si veçmas. Po, sepse të gjithë e ndjejnë veten që janë lider dhe ata përpiqen të ndërmarrin hapa dhe të kryejnë veprime për ta pasqyruar në opinion vullnetin, dëshirën dhe motivacionin që kanë. Por kjo nuk mund vendoset në një ditë, do kohën e vetë së pari, së dyti uroj që të jenë e të kenë kohezionin e duhur, të respektojnë njëri tjetrin dhe të vlerësojnë aftësitë e njëri tjetrit për të prevaluar meritokracia. Janë shumë element, si që e thatë, sepse nuk është e lehtë të bësh bashkë, të vendosësh në një ombrell shtete të cilat ke Greqin, ke Çipron, ke Sloveni, Çeki, pra janë disa shtete satelite të Evropës që nuk i shoh, si thua, në atë përbashkimin e një qëllimi. Pra padash më marr me emra të veçantë shtetesh apo me kultura të veçanta. Por të doja këtu general. Nëse, pra mos ndodh, por nëse ndodh ajo plasja e madhe, pra duhet të hyjë në luftë edhe Evropa. NATO-ja organizohet, vetë organizohet. Që nga momenti i krijimit si strukturë politike ushtarake nga më të mëdha deri më sot e pa testuar, përjashtuar 99 me 79 ditë bombardimit në Serbi, edhe ai vendim është marrë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e atëhershëm dhe kryeministri i Anglisë, dhe pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Natyrisht që ata e kanë përcaktuar në bazë të nenit 4 dhe 5 se kur dhe si duhet veprojnë një shtet që sulmohet dhe si duhet veprojnë NATO-ja. NATO-ja është një strukturë politike ushtarake dhe ka komitetin politik dhe komitetin ushtarak. Komiteti ushtarak vlerëson situatat, u ja jep variantet e mundshme të rrezikut dhe të mënyrës së veprimit komitetit politik. Komiteti politik, ata janë që dërgojnë dhe marrin të dhënat nga shtetet e tyre për të dalë në një vendim. Kjo është një kohë e gjatë dhe është relativisht e vështirë. Pse them e vështirë? Është e vështirë sepse NATO është një makineri e rëndë që lëviz shumë ngadalë për arsye të burokracisë. Një. E dyta, NATO-ja ka struktura, por është e organizuar dhe mbështetet mbi të gjithë kapacitetet e vendeve që e përbëjnë NATO-n. Pra NATO-ja në vetvete është një strukturë politike ushtarake, por ka vetëm 12 avion AWACS që qëndrojnë në ajër 24 orë për kontrollin dhe vëzhgimin e hapësirës ajrore nëpërmjet satelitëve dhe dërgojnë të dhënat në komandat respektive, dhe ky është një nga elementet që organizohet kontrolli i hapësirës ajrore të NATO-s. Vetëm 12 ka të tillë NATO? Vetëm 12 avion AWACS. Pjesa tjetër është pjesë e forcave të armatosura të shteteve që e përbëjnë NATO-n, por ka detyra të ndara dhe siç kemi ne për shembull, jemi prej 17 vjeç antar me drejtat plota të aleancës, kemi që brenda 72 orëve kemi një strukturë të vogël e cila në rast nevoje thirrët dhe ajo do të jetë e gatshme për të qenë brenda 72 orëve në destinacion.
Kështu kanë edhe vendet e tjera. Po fjala bjen nëse dy vendet e NATO-s mundet të përplasen me njëra tjetrën, atëherë do të jetë pikë pyetje si do të veprohet konkretisht. Kështu që një nga arsyet që po kthejnë vëmendjen liderët e vendeve të Evropës drejt vendeve të tyre dhe fuqizimit të arsenalit dhe të strukturave të veta ushtarake, sepse e shohin si element. General, e kanë dobësuar NATO-n këto shtetet, një fjalë sepse Gjermania për vete, Franca për vete, Italia për vete, e kanë dobësuar NATO-n, pra e kanë lënë si në hije organizimin e NATO-s, duke patur parasysh që këto po organizohen fuqishëm? Nuk do thosha që e kanë dobësuar, sepse siç e thash, pjesa e komitetit politik, komitetit ushtarak dhe gjithë strukturave të tjera që janë funksionale, edhe bazat janë të përcaktuara të gjitha dhe të vendosura e funksionale dhe ato, por ato bile do thosha vëmendja ka vajtur tashmë tek shtetet, tek strukturat e tyre të brendshme, dhe kjo në një farë mënyre NATO e ka të vështirë thjesht dhe vetëm vendimmarrjen. Kurse strukturat që forcojnë të një shteti, kjo i bën mirë dhe NATO-s, se forcojnë edhe të gjitha ato që ka të deklaruar në shërbim NATO-s, por janë kapacitetet të vetë vendeve, ato forcojnë dhe i bëhet mirë dhe NATO-s. Po si shikoni presionin që bën Amerika, që thotë, që ka thënë Trump, ja thotë disa herë që mund të dalë edhe nga NATO. Kjo do të dobësoj pastaj? Do kemi një ndryshim politikave? Nuk besoj se do të dalë, sepse Amerika shikon dhe ka të lidhura edhe interesat e veta. Është një investim kolosal dhe që nuk mundet të heqë dorë kaq lehtë, por mendoj që me këtë rast, në situata dhe zhvillimet që janë të NATO-s dhe mungesa e mbështetjes siç Trumpi ka desh, NATO, vendet NATO kanë deklaruar që nuk është lufta jonë në lindjen e mesme. Do thosha që këtë do të përcaktoj data 7-8 korrik, ku samiti i radhës i NATO-s do të zhvillohet në Turqi. Aty besoj që do të jetë edhe do përvijon. Gjithsesi unë mendoj që nuk do të ketë largim, tërheqjet të Amerikës, por do të ketë rikonfigurim të strukturave dhe forcave që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Evropë. Me rikonfigurim kuptoj atë pjesën që shumë bazat e saj mund të zhvendosen brenda Evropës, aty ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata ekspertët do ta vlerësojnë që janë më efikase dhe shikojnë interesat e vlerësojnë ku Shtetet e Bashkuara kanë këto interes. Kështu që këtu mund ta shoh disi që do të ketë rikonfigurim ose zhvendosje të një pjese të këtyre bazave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe trupave kanë si pjesë të NATO-s në Evropë. General, shiko, para se të flasim diçka për Shqipërinë apo për Ballkanin, për Kosovën, sepse edhe Ballkani është ajo gjithmonë si fuqi baruti, por doja si shikoni vendosjen e marrëdhënieve të Trumpit me Papën? Pse kjo vendosje? Çfarë mendoni ju që mund të luhet me këto deklarata? Faktikisht Papa është treguar shumë shumë i paqëm, nuk është marrë direkt me Trumpin, por ndoshta në mënyrë indirekte, dhe aty dhe Meloni për shembull dhe edhe Italia pati një qendrim. Është një lojë nervash, është një lojë që po luhet ndoshta diçka tjetër në rrogoz, është ai ndryshimi që ju flisni për edhe qoftë edhe brenda NATO-s, brenda shteteve të fuqishme të NATO-s. Pra çfarë po bën Trumpi në këtë mes? Sido që t'jenë situatat dhe ato që projektohen për të tashmen dhe të ardhmen, mënyra se si presidenti Trump i lëshon deklaratat nuk është mendoj e duhura. Nuk ka diplomaci brenda.
pasi përgjigja që vjen nga Papa Leo, unë mendoj që është plotësisht diplomatike, është brenda kornizave të funksionit dhe të asaj çfarë ai përfaqëson. Absolut. Edhe në këto kushte do dëshiroja edhe në këto nivele do dëshiroja të ishte edhe deklaratat e presidentit Trump dhe të mund t'i kursente vetës deklaratat të cilat bëjnë diferencën e madhe dhe bëhen më shumë objekt i rrjeteve sociale se sa objekt i seriozitetit dhe të asaj çfarë presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës duhet të përfaqësojë. Kështu që nuk mendoj se janë shumë për të vlerësuar për sa i përket mënyrës se si ato bëhen. Edhe totalisht pa nevojshme, me fjalë, do të pa të parasysh gjithë këto probleme, dhe të merresh me Vatikanin, tash të merresh me Papën. Ai realisht roli, misioni që ai ka nuk duhet të përzihet, por gjithsesi edhe klerikët për fat të keq, po jo në mënyrë të dukshme, shpesh ka ndodhur që nuk i kanë shpëtuar këtyre situata, por ka qenë gjithmonë mbështetës të situatave që ju i kanë interesuar vendeve, zonave, Po vërtet kjo. qytetërimit Kjo në thotë shkallë historia, botërore. kjo thotë dhe historia, historikisht në fjalë, është e vërtet. Okej. Do doja të vim pak tek Shqipëria, pra të afrohemi aty ku ne jemi dhe aty ku ne na dhëm më së shumti. Pra normalisht çdo gjë vjen në zinxhir, por urojmë që mos vijë asgjë e keqe. Por nëse ndodh një përplasje, çfarë detyrimesh ka Shqipëria në NATO dhe kemi forca jonë armatosur, është e përgatitur, është e organizuar, pra të jetë në mbrojtje apo të jetë në shërbim të NATO-s, pra çfarë detyrimesh dhe çfarë ja afrojmë në NATO-s dhe vendit tonë pikë pari. Në përgjithësi gjatë gjithë kohrave kanë vajtur paralel dhe janë zhvilluar në mënyrë të njëjtë si mbrojtja dhe sulmi i çdo vendi. Në këtë kuadër kam e marrë në konsiderat aftësitë dhe kapacitetet operacionale e luftarake sa ne kemi dhe cilat mund të mbështesim. Detyrimisht nuk është më ajo koha para 90-s kur ne rreth 20-26% të buxhetit ja alokonim mbrojtjes. Pasi kim pasur nga të gjitha anët pak të deklaruare, pak nga ana jone, pak nga ana atyre, pra kemi qenë të rrethuar me armiq. Nuk është më kjo situatë gjeopolitike, por edhe situata për të fletur, si themi ne, mbi dafina nuk është. Sepse ka kërcënime, ka rrisje, ka rreziqe, të cilat për të cilat shteti shqiptar dhe strukturat e tij duhet të mendojnë seriozisht. Dhe në këtë mes ata kanë forcën armatosur, Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm, me aq kapacitete sa ata e kanë parë të arsyeshme të ndarë në 3 komponentet kryesorë, që është forca toksore, detare, ajrore dhe elementet të tjerë që janë mbështetës. Në një situatë hipotetike, do thosha, por jo të pa llogaritur, pasi strategjia sigurisë kombëtare ngrihet mbi bazën e skenarëve të rrisqeve dhe rreziqeve që e kanosin vendin dhe elementeve dhe mënyrave se si duhet reaguar. Çdo vend ka nevojë për siguri dhe mbrojtje. Parat element është forca armatosur aktive, por kjo forca armatosur aktive është e gatshme dhe motivuar për luftë, mos ndodh kur, po nëse ndodh, atëherë kur populli i këtij vendi dhe ky vend është i motivuar për mbrojtje. Janë dhe ecin në simbiozë, zhvillohen me njëra tjetrën. Në këto kushte ne e zhbëm pas 90-s çdo gjë që kishim dhe ringritja e tyre kërkon kohë,
kërkon buxhet, kërkon trajnim dhe forca, të cilat pjesa e buxhetit dhe e modernizimit, sepse në çdo lloj lufte e konflikti, ajo që vendos pavarësisht modernizimit që jemi në të tashmen, do të përballë ekuilibre dhe forca në raport matematikor. Pra raport matematikor, nëse ke, po marrin shembull jo shumë përshtat, nëse ke një ekip me 11 veta, do po prap me 11 veta. Nëse kanë 11 armë, do të hajë 11 armë. Që të mund, aty pastaj është strategjia e përdorur nga njëri ekip me tjetrin, që të mund të kthej gjithçka në favorin e vet dhe të fitojë. Mirë general, ne vazhdimisht flasim për mbrojtje. Pra duam forca mbrojtje, duam armë, duam avion, duam tanka, pra duam fuqi mbrojtje. Shiko, jemi të përgatitur ne si popull, është populli i përgatitur nëse ndodh një gjë e tillë. Pra duke patur parasysh jo thjesht ushtria, po edhe shteti, qeveria, ushqimet, ilaçe, çdo gjë që mund të duhet. Për fat të keq, çdo gjë e mirë ka edhe ca, si mund të themi, avantazhe, ka edhe disa disavantazhe. Në qoftë se propaganda, arsimimi, edukimi, shumë gjëra të tjera në atë sistemin paranandes ishin ndryshe, sot ka ndryshuar situata dhe për fat ton jo të mirë, ne ja lëm përgjegjësinë vetëm strukturave shtetërore. Harrojmë atë pjesën tjetër dhe shumë të rëndësishme të komponentëve jetik që duhet të jenë të përgatitur, të trajnuar dhe të bërë pjesë e atyre kurrikulave ku ne edukojmë të rinj dhe të reja në shkollë, parashkollore. Që të di të jetë edhe në një fatkeqësi natyrore, nuk po flas vetëm për luftën, në një fatkeqësi natyrore, duhet të di se si të veproj për të mbrojtur veten, për t'i ardhur në ndihmë tjetrit dhe për të eliminuar e minimizuar pasojat negative që mund të ndodhin. Kjo gjë relativisht është harruar, uroj të rikthehet në mënyrë graduale që të rrisim sigurinë dhe masat që i shërbejnë sigurisë dhe mbrojtjes së vendit. Ne më duket se këtë pjesë e marrim me shaka fare, general. Me fare zhvillimshme, por më duket se ne kemi harruar shumë përgjegjësi ndaj vetes, se vëre, okay, po e lëm luftën, po e lëm gjithçka tjetër, por nëse thjesht kthehemi vetëm në fillim të emisionit që në bisedat që filluam bashkë, të flasim për gjithë ato problematika dhe për gjithë ato çfarë po bën politika shqiptare me popullin shqiptar, dhe ne marrim me shaka dhe s'kemi reagim. Duket se edhe këtë pjesën e luftës ne marrim me shumë shaka, me shumë sportivitet. Themi jo se zgjen deri këtu këne, na duket larg ai Irani atje. Larg janë të gjitha, por unë do thosha sa aq larg janë ato, problematikat janë edhe afër dhe situatat nuk do dëshiron të askush, nuk do uron të askush, por që mund të ndodhin sepse jo çdo gjë e kemi ne vetë në dorë. Janë edhe të tjerët që i kemi sot, politika e fqinjësisë së mirë prevalon, por për fatin ton jo të keq, jo të mirë, politika dhe marrëdhëniet diplomatike mund të ndryshojnë brenda një kohë shumë të shkurtër, por strukturat dhe institucionet respektive për të përgjigjur kësaj situate nuk mund të ngrihen aq shpejt. Prandaj është detyrë e qeveritarëve dhe e ekspertëve të punojnë së bashku dhe eksperti t'i jap eksperiencën e tij dhe drejtuesit politik të cilët nuk e kanë këtë eksperiencë, t'i mbajnë afër, të konsultohen dhe të mos vendosin a priori, sepse mund të jenë vendime të cilat i kushtojnë vendit shumë.
për të General, kursyer shiko, këtë kosto, atëherë duhet mendojnë mirë. shiko general, unë do të bëj një pyetje të drejtë për drejtë dhe ju mund të përgjigjeni, edhe unë mendoj se do të përgjigjeni në mënyrë të tërthort, por ndoshta edhe drejt për drejtë. Duke pasur parasysh që Ballkani, siç e thash edhe pak më parë, gjithmonë ka qenë si një fuqi baruti. Pra, kemi Serbinë aty në Ballkan. Folëm për Kinën, për Rusinë, për Iranin, folëm e nga s'folëm. Serbia, do thosha, me sa unë kam lexuar, normalisht ju dini shumë më shumë, është shteti më i furnizuar me armë, më i organizuar me ushtri, pra ka bërë investime të jashtëzakonshme. Kemi Kosovën aty. Pra janë vëllezërit tanë, janë Dardania, janë shqiptarët tanë. Sa rrezikon general dhe sa mund kemi marrë masa ne dhe sa është e frikshme që Serbia të përfitojë nga kjo situatë dhe të mund të prevalojë në një gjë pakëndshme me Kosovën. Duke marrë në konsiderat situatën e brendshme në Serbi, zhvillimet politike atje, do thosha që nuk është në momenti që ata të ndërmarrin hapa të tillë. Paçka se situata ndërkombëtare relativisht i favorizon dhe për arsye edhe të linjës që ata mbajnë, si mund duke e quajtur, si mund themi, Rusia e vogël në Evropë, relativisht janë edhe element radikal që edhe në qoftë se duan, po them presidenti Vučić, edhe në qoftë se ai do për të orientuar nga Evropa, nga perëndimi, pjesa radikale që e marr në këmbë dhe i kërkon llogari, e ka shumë të vështirë për ta shmangë, sepse eksperienca ka treguar që janë ekzekutuar dy udhëheqës në Serbi që kanë qenë pro-perëndimor. Absolutisht, e vërtetë. Për çfarë? Janë ekzekutuar sepse pjesa radikale vazhdon të jetë atje dhe vërtet, siç ju e cilësuat, Ballkani ka qenë, është dhe do të mbetet pikë kritike dhe vend si mund të themi jo shumë i sigurt, dhe nga ato pika kritike ku mundet të ndizet në çdo moment konflikti është Bosnia-Hercegovina dhe veriu i Kosovës. Të paktën më të deklaruar se janë dhënë dhe provat duke reaguar në një mënyrë apo në një tjetër me grupe terroriste, me vrasje, janë pikat të nxehta, më të nxehta se pikat e tjera në Ballkan. Kështu që unë mendoj që edhe Kosova në nivelin politik, në nivelin ushtarak, dhe Shqipëria në nivelin politik, por dhe atë në veçanti ushtarak, duhet të mendojnë seriozisht, pavarësisht përbërjes dhe, si mu themi, marrëveshjeve që ne kemi nënshkruar apo antarësimit në struktura të tjera politika ushtarake. Ato janë faktor ndihmues e mbështetës, por parsor do të jemi ne vetë me zhvillimin e kapaciteteve, me mbështetjen e këtyre kapaciteteve, me gatishmërinë e këtyre kapaciteteve, që për çdo rast mos e dhënë Zoti, por ne të jemi reagues. Reagues do të thotë që ne shqiptarët e kanë treguar gjatë gjithë historisë së tyre, ekzistencës tyre kanë treguar që nuk kemi sulmuar asnjëherë askënd. Absolutisht, Por është detyra jonë dhe e leadershipit politik në veçanti që t'i kushtoj vëmendje dhe ta vlerësoj me seriozitetin e duhur gjithë situatat që vinë, jo vetëm sot që zhvillohen konflikte në Lindjen e Mesme apo në Ukrainë, por edhe në të ardhmen. Të bëj një pyetje për të kuptuar diçka ndoshta pak më qartë. Shqipëria është anëtare e NATO-s. Dhe tash se themi ne, ta themi shumë në zhargon, fjala keq, me fjala keqe mos sjell të keq, kupton, por
qoftë reagim, mi fjalë bën një hap Serbia në Kosovë, hyn do Shqipëria ta mbroj? Ne në kuadrin e NATO-s ato i përcakton NATO-ja. Në kuadrin e NATO-s po flasim në kuadrin si shtet, si shqiptar. Këtë mund të shikoja e ta vlerësoja në dy aspekte. Në aspektin politik, detyrimisht që i takon sepse ata janë qytetarë dhe janë vëllezërit tanë, paçka se vendimet e Evropës i kanë lënë në një shtet tjetër. Dhe parë në këndvështrimin politik, unë mendoj se i takon të reagoj dhe të mos a shoh sikur kufiri jon mbaron e përfundon në morin të Kuksit. Kurse në pikpamjen ushtarake, mendoj që për sa kohë ai është një shtet tjetër, paçka se ne jemi shqiptar anë, shqiptar këtej. Pastaj në pikpamjen ushtarake varet shumë se kush do të jetë reagimi, qëndrimi i strukturave dhe organizmave ndërkombëtare nëse do të merresh një nismë të tillë. Kështu që kjo ngjelet për të parë se çfarë quhet tërësi territoriale shqiptare dhe çfarë quhet tërësi territoriale e Republikës së Kosovës. Kështu që parë në këtë këndvështrim e kemi jo të lehtë, kurse reagimi politik, po. Më thënë të drejtën, edhe reagimi politik unë e shoh me fjalë marrëdhënie tepër të ftofta, tepër të ndosura mes dy qeverive pra Kurti dhe Rama, pothuajse s'kan fare marrëdhënie dhe doja pa të kuptoja diçka. Erdhi e mori në shtësinë shqiptare ish kryebashkiaku i New Yorkut, që më lë shumë për të diskutuar, por s'do merremi me këtë. A do ishte një strategji që të bëjë ndoshta edhe një farë fushate që shqiptarët e Kosovës, e Maqedonisë, pra këtë gjithë, të jepet mundësia të pajisen me pasaport me nështëtësi të Shqipërisë, sepse ka vërtet kritere të jashtëzakonshëm që të marrë një pasaport në shtetet Shqipërisë këta shqiptarë që janë për te kufive. A duhet përdorë edhe kjo strategji në të tilla të llovi që po ka bota? Unë mendoj që duhet pa në dy këndvështrime edhe kjo, së pari, mund t'i zbusësh kriteret këtu dhe mund t'a bësh një gjë të tillë, por a do t'i shërbej apo do të bëj të kundërtën? Ja, pikërisht për këtë kisha edhe pyetjen, pikërisht për këtë. Unë mendoj që do të ishte më mirë që jo pajisje me pasaporta dhe krijimin e mundësive dhe kushteve që ata të lënë trojet e tyre, tokat e tyre, vendet e tyre dhe të largohen në drejtim Shqipërisë apo në drejtim vendeve tjera. Për mua, unë e shoh që Shqipëria dhe shqiptarët duhet të qëndrojnë dhe të mos lënë territoret dhe vendin e tyre. Së pari. E dyta, le të bashkohemi së pari në atë mundësinë që na afrohet duke përmbushur kriteret për të bërë bashkë nëpërmjet Bashkimit Evropian. Pra, kjo do të ishte më e mira, pa marrë, si themi ne, risk e rrezik mbi vete, kur nuk e kemi kapacitetet dhe mundësit se ne një marrëveshje nënshkruam për çështjet e sigurisë të mbrojtjes mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, dhe Serbia e ka trumbetuar e interpretuar si një kërcënim të jashtëzakonshëm, kur askush dhe askënd s'po kërcënojmë, thjesht po nënshkruajmë një marrëveshje në fushën e sigurisë të mbrojtjes për të zhvilluar kapacitetet tona, duke filluar nga arsimimi, nga trajnimet, nga stërvitjet e përbashkëta, përfshi dhe industrinë ushtarake. Pse? Sepse është në interesin ton dhe ne duhet zhvillojmë. Nëse unë kam buxhet për të blerë 3 avion,
ose 3 helikopter, po pse mos i bashkojmë kapacitetet sa ka Kosova, sa ka Kroacia dhe t'i porosisim diku ku privati nëse porosit 10, t'jep me çmim tjetër nga nëse porosit 3. Ekonomia të rregullt, absolutisht. Po normalisht. Po shiko, Pra pa fol pastaj për nevojën për shërbime. Unë kërkoj ndjes sepse të mbajta gjatë, por kam dëshirë të pyes edhe diçka. Normal që mund të keni informacion të mjaftueshëm, duke patur parasysh që Kosova ka rreth 1 vit që ka ato problemet e veta, zgjedhje mbas zgjedhjesh, me edhe prapë është friga që mund të shkojnë në zgjedhjet të parakohshme për arsye të presidentit. Por gjithmonë duke marrë pjesën e riskut, pra mos ndodhë asgjë e keqe, por duke patur gjithmonë frikë pjesën e riskut të Serbisë. Sa Kosova është e organizuar, është më mirë se Shqipëria e organizuar, ka Kosova i ka potencialin për të mbrojtur veten, pra si e shikoni Kosovën tek forca e mbrojtjes? Unë shikoj atë që është më e rëndësishme në aspektin moral dhe të motivimit, është shumë e përgatitur dhe shumë më lart. Nuk më pëlqen me e thanë, por shumë më lart se ne. E para. E dyta, në kuadrin e trupave, pra forcës sigurisë Kosovës, policisë Kosovës, gjithë elementet e tjerë, duke qenë nën kujdesin e EULEX-it, NATO-s dhe shumë struktura dhe organizma ndërkombëtare, ka ngritur struktura vërtet speciale, solide, të motivuar, të mirë trajnuar, të mirë trajtuar, që qëndrojnë vërtet shumë lart. Marrë në konsiderat edhe këforin me numrin e shtuar të prezencës dhe të pjesëmarrjes së vendeve anëtare të NATO-s, të gjitha këto, jo se do të aktivizohet i pari këfori, por është një element pasi do të jenë aktivizuar dhe nuk do të kenë mundësi për të ndryshuar situatën elementet e domosdoshëm shtetëror të mbrojtjes së sigurisë së Republikës Kosovës. Kështu që unë e shoh Republikën e Kosovës produkt të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s e të vendeve europiane, dhe e shoh se duke qenë produkti tyre, ata do të bëjnë çmos për ta mbrojtur. Edhe nëse nuk do të jenë kapacitetet dhe mundësitë reale të tyre për të përballur. Mos ardhe ti tjerë për të patur nevojë për mbrojtje, por jam dakord që mos ardhe unë këtë uroj dhe unë, por nëse hipotetikisht. Absolutisht, jo. Parashikoj një skenar të tillë. Jo, në mënyrën absolute, absolutisht jam dakord me këtë që thoni ju, por general, dua për fund një mesazh tëndin për dëgjuesit, normalisht duke qenë mirënjohës pafund që pranove të jesh në këtë bisedë me ne sonde, dhe përveç asaj të mbajt edhe pak gjatë dhe të kërkoj ndjes, por një mesazh përfund dhe brenda këtij mesazhi do të më kthesh një përgjigje. Sa duhet kemi frikë? Unë mendoj që frika për të mos kaluar në panik duhet menaxhuar. Frika vjen emocionet, ndjenjat dhe bashkë me to dhe frika vjen dhe largohet me njeriu nga kjo botë. Frika kur ti e menaxhon, unë dhe kushdo tjetër e menaxhon, të mobilizon për të dhënë më të mirën kudo që ti jesh. Nëse frika kalon në panik, atëherë ke humbur gjithçka dhe je i dështuar në çdo fushë e aspekt të jetës. Pra, gjithçka, dëmi për një njeri, për grup, për struktura, çdo lloj
nëse nga elementet e emocionin ndjenja frika që është normale do ta quajmë për çdo njeri, por në momentin kur njeriu e menaxhon, atëherë e kthen në forcë. Për të ardhur tek ajo shprehje që një gjë që të vret të bën më të fortë. Dhe mesazhi, nëse më lejon për dëgjuesit Patjetër. e për çdo shqiptar, do të ishte që njeriu ka detyrimin dhe përgjegjësinë kudo që jetë, që të jetë të bëjë më të mirën për veten, për familjen, për njerëzit që e rrethojnë, duke menduar e duke vendosur veten në pozicionin e tjetrit për të shmangur konfliktet dhe përfitimet e padrejta, pasi në asnjë konflikt nuk ka dhe nuk do të ketë palë të fituar pa çka mënyrës që përdor për të dalë e për ta drejtuar gishtin tek tjetri, se është krejt më e lehtë për të përcaktuar fajtor. Gjithmonë, nëse nuk bëhemi bashkë për të bërë e dhënë më të mirën, dihet që faj o do të jetë i të dyve, o do të ngelet jetim. Absolutisht. Në këto kushte, unë do i thosha çdo dëgjuesi e çdo njeriu që të bëj për të tjerët atë që do donte të bënte tjetri për mua. Absolutisht. Marrë në këtë kontekst e parë në këtë këndvështrimi si në aspektin klerik e në aspektin ligjor, askush nuk do ta cënonte në pjesën që i takon dhe askush nuk do të gëzonte e nuk do të përfitonte lirit dhe të drejta që i takojnë dikujt tjetri. Demokracia ime shtrihet aq gjatë sa nuk cënon të dikujt tjetri që është përballë meje. Shumë vërtet. Në këto kushte e marr në këndvështrim dhe në kontekstin e më të gjerë, e njëjta gjë funksionon edhe për familjen, edhe për grupin, edhe për shoqërinë, edhe pse jo, edhe për vendet. Patjetër. General, unë të jam mirënjohës pafund, edhe një herë të kërkoj ndjesë sepse të mbajta pak gjatë. Po ndjes fare. Por të jam mirënjohës pafund që na nderove sot. Shumë faleminderit. Nderuar, respektuar ju që merreni me këtë mision tuaj dhe të gjithë ata që kanë mundësi e mund të na dëgjojnë, me kënaqësi mirëkuptoj cilin do që ka edhe mendime ndryshe, se këto na bëjnë më të fortë, e mbi gjitha na bëjnë të reagojmë dhe të korrigjojmë vetveten. I përkryer nuk është askush, përjashtuar Perëndis. Shumë vërtet. Mirënjohje general, shumë faleminderit. Respekte dhe si përqërshim mbi tort pas kësaj bisede, nëse komunikon me të nderuarin Genc në Londër, përcilli përshëndetet dhe të falat e mia të prezente. Gencin e kam, ai është duke na ndjekur, është moderator në këtë radio, pra ka emisionin e vet ditë martë, kështu është duke na ndjekur dhe ja përcjell patjetër edhe në privat. Shumë faleminderit general, faleminderit shumë. Respekte për juve, gjithë të mirat, shëndet dhe suksese në çdo fushë. Mirë pafshim, natën e mirë. Të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonte, u përpoqëm me generalin det për nga të flasim diçka, të kuptojmë diçka nga lufta, nga problemet që po ka bota, sa duhet kemi frikë, sa jemi të organizuar ne shqiptarët, ku jemi, ku s'jemi, u përpoqëm të themi diçka, duke di a kuptua gjë ju, sepse është vërtet një situatë pa kuptueshme, gjë që nuk mund ta zbulojmë me një emision apo me një bisedë, pra fundit ku jemi ne për të kuptuar gjithë të rëmuj që sot është, dhe nuk më pëlqen ta them luftë, se dash Zoti nuk shkojmë drejt asaj, dhe dash Zoti mendjet e ftohta do dinë të ndërtojnë zgjidhje, dhe shpresoj që kjo botë ka njerëz me mendje të ftohtë, jo të gjithë do jenë mendje nxehtë.
Por për të gjitha gjërave shpresoj që Shqipëria, Kosova, pra kudo që janë shqiptarë, troje shqiptare, të jetojnë në paqe dhe të jetojnë bashkë, të bashkohemi, të jemi bashkë, por duhet ne shqiptarët të mos humbim kohëra kot, të grindimi dhe të krijojmë konflikte njëri me tjetrin, sepse nuk është në dobin tonë, por është gjithnjë në dëmin tonë, dhe duhet sidomos pjesa e politikave duhet të ulin tonë, të bashkohen, qoftë Rama, qoftë Kurti, për te atyre problemeve që mund të kemi ne, probleme të brendshme politike, debate, pozit, etj. Por shqiptarët nuk e kanë luksin të jenë të përçarë dhe të ndarë, sepse asnjëherë nuk i dihet nga lindë keqja, gjë që mos lindë asnjëherë, por në fundit gjithmonë duhet të kemi një farë frike, duke patur në kontroll emocionet e panikut. Jo për të kaluar në panik, por një farë frike duhet të jetë, duhet ta kemi dhe duhet që të bashkohemi dhe të ndërtojmë ura për të bashkuar dhe jo mure për të ndarë, sepse pasaj nuk na ka faj as serbi, as maqedonci, as greku, as kush. Por duhet ne shqiptarët, duke filluar me njëri tjetrin, duke filluar me familjet tona, duke filluar në komunitetin ku ne jetojmë dhe duke bërë presion edhe tek klasa politike e Shqipërisë apo e Kosovës, të ndërtojmë ura dhe të heqim muret dhe barrierat. Gjithsesi, mos e zgjas unë me monologun tim, unë duhet t'ju falenderoj të gjithë dhe përzemërsisht për kohën që më dhuruat, për durimin që kishit, për suportin që na keni dhënë, dhe do ju thoja që emisioni Radhës Zyrët nesër mbrëmë me një të ftuar tjetër, ku mendoj paktën që do jetë një emision shumë interesant dhe do jetë vërtet një emision që ne do mësojmë disa gjëra të tjera, do komunikojmë dhe do marrim informacione të tjera, kështu që shpresoj që do kemi edhe nesër mbrëmë në horizont. Ju uroj të gjithëve natën e mirë, kalofshi mirë dhe ju përqafoj përzemërsisht. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.